Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më agresive të horoskopit. Në vend të parë, Dashi. Dashi është zjarri i horoskopit, impulsiv, i vendosur dhe shpesh nuk e kontrollon temperamentin. Kur zemërohet, vepron menjëherë dhe pa menduar për pasojat. Nuk ka frikë nga konfrontimi dhe shpesh kjo i bën të duken agresiv. Dashuria, puna ose shoqëria, kur Dashi ndjen padrejtësi, sulmon me pasion të plot. Në vend të dytë, Akrepi. Akrepi ka një agresivitet të fshehtë, emocional dhe inteligjent. Akrepi nuk e shfaq zemërimin me njëherë, por kur vendos ta shpreh, bëhet i fuqishëm dhe i frikshëm. Hakmarrja është pjesë e tij natyrore, çdo ofendim ose tradhti nuk harrohet. Akrepi përdor fjalët, sjelljet dhe emocionet për të krijuar efekt maksimal. Në vend të tretë, Luani. Luani ka krenari dhe ego të madhe, dhe kjo e bën agresiv kur ndihet i sfiduar. Luani nuk toleron mungesë respekti ose nënçmim. Kur zemërohet, mund të bëhet dramatik, i zhurmshëm dhe i papërmbajtshëm. Agresiviteti i tij është i dukshëm, nuk e fsheh kurrë pa kënaqësinë. Në vend të katërt, Demi. Demi zakonisht është i qetë dhe i duruar, por kur e thyen ose provokon, zemërohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Temperamenti i tij është i fortë dhe shpesh i pakontrollueshëm kur arrin pikën maksimale. Demi nuk do të largohet lehtë nga konflikti dhe do të mbrojë pozicionin e tij me vendosmëri. Kur Demi zemërohet, është si mal që rrëzohet. Pak njerëz mund ta ndalojnë.